Imam Adh-Dhahabiu thot, kush shpif mbi sahabët apo i shan ata, thot ai ka dalë për dinit. Dhe ai thot nuk është për miletet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kurse në hadith thot men sabba ashabi fa alayhi la'natullah wal malaika wan nas ajma'in. Kush i shan shokët e mi, mbi të qoftë mallkimi i Allahut, mallkimi i melekëve, edhe mallkimi i njerëzve në përgjithësi. Hadithi është sahih. Në hadithin tjetër thot, la tasubbu ashabi. Pejgamberi përsit, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Mos i shani shokët e mi, mos i ofendoni, mos i fyeni shokët e mi. Fa walladhi nafsi biyadihi, law anna ahadan anfaqa mithla Uhudin dhahaba. Pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im. Sigur dikush prej juve, aq sa është kodra e Uhudit, shpërndaje pasuri arja ato. Mali i Uhudit sa është, ki pasuri edhe shpërndan. Jep pasuri. Thot ma adraka mudda ahadin wala nasifa, nuk ka me arrit thot as sa kanë dhënë ato sa një grusht apo sa gjysa e grushtit. Pra nëse ki pasuri sa kodra e Uhudit edhe pasuri, domethënë ato sa kanë dhënë sa gjysa e grushtit pasuri, domethënë në sinimrinë e sahabët